skuadra pret sfidën me Poloninë mirë, besoj se jemi gjithë gati, gjithë çunat janë këtu. Besoj se kemi ca dëmtime, po kanë edhe ca çuna që kanë qenë këtu, edhe ca çuna të ri. Besoj se gjithë çunat e presin sfidën me forcë, me energji të mirë, edhe gjithë çunat janë gati. Atmosfera shumë e mirë, gjithë çunat janë me energji pozitiv, çunat janë gati për me vesh fanellën Kuqezi prap, për me realizu ëndrrën për me ikë në botëror, kështu që jemi gjithë gati. Poloninë e njohim çik, po besoj se edhe ato kanë bërë ca ndryshime, kështu që duhet me përgatit ndeshjen shumë mirë, edhe besoj se gjithë çunat janë gati për me losë ndeshjen. E dim gjithë se Polonia është një skuadër shumë e mirë, kështu që duhet me përgatit shumë mirë, edhe forcat e tij janë, besoj se në sulm jam shumë të mirë, kështu që duhet me përgatit mirë. Gjithë rrugtimin që kemi bërë ka qenë një rrugë e mirë, kështu që edhe për ne është një kënaqësi, edhe një arritje madhe për me luajtur një play-off për botëror, edhe do hapim maksimumin për me fitu ndeshjen. Besoj se gjithë kombëtarja dhe skuadra ka pas atë besimin për mu kualifiku, kështu që tani jemi këtu edhe është momenti i madh për ne për me realizu ëndrrën e madhe. Besoj kur e fitum ndeshjen me Serbien, atje patëm gjithë atë besimin që ne kemi në dorë. Besoj se është një ndeshje jo vetëm për mua, por për gjithë çunat që është shumë e rëndësishme, që ka ardhur koha me shkruajtë edhe një histori e madhe. Për tifozat një mesazh që ne çunat gjithë do hapim maksimumin në fushë, edhe ju i presim gjithë në Poloni. Besoj se nëse kemi atë ndeshjen finale dhe ka mundësi me ikë në botëror, e ndroj po. Jo, ndihem shumë mirë se kam edhe besimin e trajnerit, kështu që gjithmonë jam i lumtur kur i ndihmoj skuadrës me asist ose me gol, edhe shpresoj që edhe ndeshjen me Poloninë do hap maksimumin edhe me ndihmu skuadrës. Besoj se gjithmonë kur vi në kombëtare ndihem shumë i lumtur, edhe kur e vesh fanellën jam shumë krenar. Kështu që apo lozi nga fillimi apo futem ndeshje për mua nuk ka shumë rëndësi, normal, çdo lojtar do me fillu ndeshjen, po më rëndësi është kur futem ndeshje me ndihmu skuadrës. Rrugtimi ka qenë shumë i mirë me kualifikimin e Europianit, me ndeshjen e Serbisë, besoj se tani ka ardhur një kohë e shumë e mirë për me shkruajtur një histori të re me ikë në botëror. Besoj se gjithë çunat janë gati, ndihem shumë mirë edhe shpresoj me një fitore.